Për Vlorën, kjo e diele 28 shtatori do të jetë një ditë feste. Një nga investimet madhore të bëra ndonjëherë në historinë e flamurtarit pritet që të inaugurohet. Fal kontributit të veçantë, dashamirësisë për Vlorën dhe tërësisht financim personal i presidentit Sinan Idrizi, i cili me rikthimin e skuadrës në Super League bën këtë dhuratë të bukur dhe fantastike, që do të jetë një aset dhe promovimi i shkëlqyer i qytetit bregdetar. Teksa në gjithë këto vite, Vlorës nuk i ka marrë asnjë qindark nga taksat e qytetarëve, i shton edhe një tjetër investim që do të shijohet nga bashkëqytetarët e tij, një stadium me standardet më të larta dhe i krahasueshëm pse jo me arenën kombëtare e Air Albania apo edhe me Elbasan Arena. Drejtori i përgjithshëm për marrëdhëniet me institucionet dhe mediat në klubin e futbollit flamurtari, Rinald Bezhani, thekson se flamurtari ndes si parin e lavdishëm me takimin me Egnatian dhe me këtë stadium tërësisht rinovuar. Ai thotë se stadiumi do të jetë i hapur për të gjithë, ku për herë të parë tifozët ultras do të kenë shtëpinë e tyre brenda impiantit. Çdo gjë është e re, përfshi edhe sistemin e publicitetit, që do të jetë vetëm për bizneset vlonjate. Përmes ekraneve LED, teksa një vend të dukshëm, e ka edhe televizioni 6+1 Vlora, që prej vitesh është një bashkëpunëtor i rëndësishëm mediatik me klubin e futbollit flamurtari. Flamurtari rikthehet në shtëpinë e vet. Një mesazh për ndeshjen e rëndësishme nesër në këtë stadium të ri, mund të themi. Pas kaq kohësh dhe punimesh, nesër stadiumi flamurtari ndes jo vetëm për flotën kuqezi, po për të gjithë sportdashësit, tifozërinë vlonjate ku janë të gjithë në Shqipëri, atë quhet si pari i lavdishëm i sezonit 25-26. Në një impiant krejtësisht modern, jashtë të gjitha paragjykimeve të kësaj kohe, nesër vlonjatët falas, presidenti Sinan i ka vendosur të hapi stadiumin për të gjithë me një sistem që do ta kishte zili çfarë do lloj stadiumi në Europë. Fillojmë nga ajo që quhet shtëpia e tifozërisë kuqezi, për herë të parë flota kuqezi do ketë shtëpinë e saj brenda stadiumit, ku do rinë ambientet më komode së bashku me tribunën C, e cila është mbuluar me një strukturë inxhinierike që ngjan më tepër një vepër e arti se sa një mbulesë stadiumi, të gjithë tribunat anësore të rinovuara me sedilje të reja. Kemi prezantuar sistemin e ri të publicitetit i cili do jetë vetëm për biznesin vlonjat, një risi e kjo, me një gjatësi prej 250 metrosh linear me 1 metër, me standardin më të madh të europian të kësaj. Kemi një televizor 50 metro kuadrat që gjithë tifozëria do shikoj live të gjitha gjëra. Bezhani thotë se stadiumi duhet jetë të mbushur këtë të diel në orën 19 dhe qëllimi është që të mos ketë bariera mes tifozëve dhe fushës, duke hequr gardhet. Mbushin këtë stadium për të rikthyer ëmbëllat e një flamurtari të lavdishëm, ku e ka vendin e tij në të gjithë majën e futbollit vlonjat dhe t'i japim dinjitetin këtij qyteti, ku për herë të parë kemi vendosur që mos ketë bariera dhe gardhe që ndajnë tifozërinë nga fusha. 1 metër gjatësi, me atë edukatën tonë qytetare, me atë t'i demonstrojmë gjithë Shqipërisë dhe gjithë tifozët që vlonjati jo vetëm çka kulturë, por tifozë zjarri i papërmbajtshëm për të quar flamurtari dhe ta mbështetit dhe të gjitha fitoret që vërtet ka për t'i merituar në fushë. Flamurtari inauguron këtë të diel shtëpinë e re, e cila është moderne dhe bashkëkohore në përgjigje të gjitha kërkesave të UEFA-s dhe FIFA-s, por një stadium që i bëhet dhuratë qytetit, duke qenë kështu në një nga zonat në zemër të tij.